Ashtu si çdo vit edhe si vjet organizata humanitare Kalliri i Mirësisë në Kërçov po realizon një aksion të gjerë humanitar me rastin e festës së Kurban Bayramit. Në kuadër të këtij aktiviteti nga Kalliri i Mirësisë bën shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet në nevojë, duke synuar që festa e sakrificës të trokas në çdo derë me dinjitet dhe solidaritet. Kryetari i Kallirit të Mirësisë në Kërçov, Muhamet Mehmeti, njoftoi se përveç pakove ushqimore do të bëhet edhe shpërndarja e mishit të kurbanit për familjet në nevojë. Kalliri i Mirësisë Kërçov, si çdo vit po edhe këtë vit, me rastin e festës së Kurban Bayramit, organizon aktivitete humanitare me qëllim ndihmë dhe mbështetje për rastet në nevojë të gjatë festës së Kurban Bayramit. Këto aktivitete humanitare janë pakot e Bayramit, pakot të cilët janë të mbushura me artikujt bazë, të cilët ka nevojë çdo familje, si dhe me disa artikuj të cilët lidhen drejt për së drejt me festën e Bayramit. Gjithashtu, si aktivitet humanitar, kemi edhe grumbullimin, therrjen dhe shpërndarjen e mishit të kurbanit, i cili do të shpërndahet në ditën e 2 të 3 të festës së Kurban Bayramit. Këtë vit me rastin e kësaj feste, organizata humanitare Kalliri i Mirësisë do të realizojë edhe një manifestim festiv, i cili do të mbahet ditën e shtunë me fillim në ora 19 në Qendrën për Kulturë në Kërçov, ku do të marrin pjesë nxënësit e shkollave të Kërçovës, për të cilët Kalliri i Mirësisë do të ndajë dhurata të ndryshme. E veçantë të kësaj feste të Bayramit është ajo se kemi organizuar edhe një aktivitet, për të kthyer një atmosferë festive në festës së Bayramit, dhe ajo është manifestimi i Bayramit, ku do të ketë një aktivitet që do të realizohet në Pallatin e Kulturës në Kërçov. Do të fillojë në ora 7 në 19 ditën e shtunë, do të thonë ditën e 2 të Bayramit, dhe është aktivitet ku pjesëmarrës kemi nga të gjitha shkollat e Kërçovës, me ilahi, me këngë, me valle, me poezi të ndryshme, dhe ajo që është më interesante është se në këtë festë kemi përgatitur dhurata për të gjithë fëmijët prezent të cilët do të jenë në këtë manifestim. E lut Zotin e Madh që gjithë ata të cilët kanë kontribuar në forma të ndryshme dhe kudo që kanë kontribuar, inshallah Zoti u pranon atyne. E shfrytëzoj këtë moment që gjithë besimtarëve të uroj festën e Kurban Bayramit, duke lutur Zotin e Madh që të kalojnë feste, që të kalojnë momente sa më të mira në familjet e tyre, dhe inshallah Zoti i pranon gjitha adhurimet që i kanë kryer ata.